أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falëndrohet. E falënderojmë Allahun Dhu Xhelal për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhu Xhelali, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberëve, më të mirën njerëzimin, të dashurin e Allahut Dhu Xhelal. Salavatet dhe selamet qofshin mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në fillimin e rrëfimeve kuranore që flasin për Ibrahimin alayhis salam. Respektivisht jemi në ajetet e surës Bakara, të cilat flasin për këtë pejgamber të madh, njërin prej 5 pejgamberëve ulul azm, të dalluarit, të vendosurit, ata që kishin mbi supet e tyre përgjegjësi të mëdha, dhe jemi duke folur për temat për të cilat flishin ajetet nga ajeti 124 deri në ajetin 141 të surës El-Bakara, dhe na I kemi përmend disa tema, dhe mbeti pa e sharu edhe tema e fundit për të cilën flasin këtu ajete. Do thot, me gjithë se na e përmendëm kalim si në mësimin e kalum, se hebrejet dhe krishterët kot e tentojnë të përvetsojnë Ibrahimin a.s. dhe të bëjnë të vetin. Allahu Dhu Xhelal në këtu ajete kuranore tregon se Ibrahim a.s. nuk ka qenë as hebrej, as I krishter, por ka qenë besim drejt edhe musliman I dorëzum para Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky fakt kuranor I jep besimtarit musliman krenari, sepse e bën idhtar të një rruge të cilën e kanë trasu të gjithë pejgamberët e Allahut, që nga Ademi a.s. e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në mësimin e kalum folëm për pretendimin, edhe na I mori paravorësisht e gjithë ligjërata këtë çështje, se bota si në kaluarën edhe sot pretendon se jashtë edhe larg udhëzimit të Zotit, ata mund me pas sukses, mund me pas dominancë, mund me pas pushtet, mund me pas fuqi, mund me pas përparim, mund me pas lumturi e kështu me radhë. Mirë, po këto janë pretendime. Ata I thojnë me gojat e tyre. Ata I imponojnë në agjendat e tyre, edhe ja imponojnë shteteve të dobta. Mirë po, a është e realt ajo që ata pretendojnë? Jo. As në aspektin e fuqisë ushtarake dhe fizike, megjithëse ata kanë ushtrit më të mëdha në botë, e kanë armatimin më të sofistikuar në botë, kanë armatimin që është I ndaluar për shumicën e shteteve të botës, megjithatë nuk kanë fuqi absolute ushtarake. Pse kjo? Sepse me zhvillimin teknologjik dhe industrial, bota ndryshon shpejt. Edhe në luftën e fundit, ose luftat e fundit që po ndodhin në botë, ndeshja e Rusi-Ukrainë,
Deshaj që ndodhi Amerikë, Izrael edhe Iran, dolën shesh shumë të vërteta të reja, se me i pas 1 milion, 2 milion ushtarë dhe me pas me 1000 aeroplana sulmus e bombardus, sot nuk është fuqi edhe përsi ushtarake. Edhe të kalume s'ka qenë, sepse të gjitha rrethonat edhe matematikat, ushtari është, do thot, kryesori në fitoret edhe humbjet e ushtrive. Ushtari dhe ajo që themi na besimi e kjo që themi këta tjetë ideologjia e ushtarit. Është një term në gjuhën arabe përdoret akide askerie, ideologjia ushtarake që e bartë ushtari. Nëse ka ideologji ushtarake, atër edhe me pak armatim reziston bile mas shumë viteve dhe fiton. Ama një ushtri e cila ka armatim, ka ushtar shumë, ka pare, ka rogat mira, mirë pas ka ideologji ushtarake, ajo mundet me fitu 1 herë, 2 herë, 3 herë, si pas rrethonave dhe kushteve të ndryshme geopolitike edhe globale, mirë për në fund, s'ka me pas mundësi me rezistu edhe ka me ra, ka mund. Mirë për sot, me këto luftat e fundit ka dalë që është edhe diçka tjetër, që i ka prish krejt matematikat e industrive të mëdhaja ushtarake. Shifet na kur folim ta shtu në xhami, shumica për neve që janë këtu nuk e kuptojnë këtë fjali mirë, pse se nuk i din statistikat e trilionave që fshehen pas fjalës industri ushtarake. Edhe ndikimit politik të madh që e kanë ata shtetet e mëdha, sidomos në Amerikë. Pra kemi të bëjmë me diçka që është shumë e madhe, që na dhe s'mund ta fantazojmë. Luftat e fundit këtë matematik edhe këtë filozofi të industrisë të armatimit e kanë rëzullë për toke. Pse? Se një dron për $3.000 e shkatron në më thonë një bazë raketore për $1 miliard, $2 miliard. Edhe këta investim që është bo në zhvillimin industrial ushtarak, janë miliona, qindra miliona, miliarda në pyetje. Sot duhet këtë ata milion mas e me fillu me mendu ndryshe. Se ballafaqimi më nuk po është një përshëm F-35 që u bëjke luftë e madhe, kush duhet me pas e kush duhet me pas. Njëra për pikave konfliktuoze mes Turqisë si antare e NATO-s edhe Amerikës si antare e NATO-s ishte punë F-35. Pse? Se F-35 zgudzon me pas Turqia sepse e ka Izraeli. E s'mën pas një lidhje mesme 2 shtete, njëtën aeroplan. Sot si duhet F-35, bile, si kurse është qaru për Turqinë, të gjitha embargot dhe blokadat ushtarake që ka bo bota Turqisë, në vend se me dobësu atë e kanë forcu. Dhe kanë detyru Turqinë që këtë armatimin me prodhu vetë, prej A deri në Z. Prej blokadeve që si hap këtë qip, si hap këtë motor, si hap këtë lancuese, elementet përbërëse të një aeroplanit, ose qëfar do lloj armatimi. Edhe si e bëj vetë, s'ma e bëj vetë, s'ma e bëj vetë. Edhe kjo i ka dhonë e përsi dhe ka shti Turqinë në mesin e 7 shteteve me ndikim më të madh në zhvillimin e industrisë ushtarake. Mirë po, sot edhe F-35 që është një aeroplan kushton shtrenjtë, edhe ka qenë i andrum për shumë shtete me pas pjesë e arsenalit ushtarak vetë, sot mos është i rëndësishëm. Matematikat krejtësisht kanë ndryshu. Edhe për këtë shkak themi na se pretendimi i forcës ushtarake sot më nuk është vendimtare. Lexojsha sot në sabah, do thotë në bisedime që ka pas kryetari i Amerikës dhe kryetari i Kinës, takimin e fundit që e patën në Kinë, është bisedu për ekonominë. Megjithëse ekonomia është shumë e rëndësishme. Është bisedu për diçka që na ja kemi një emrin, po s'ja dim përmbajtjen, s'ja dim domethënë mrena çka ka. Ajo është inteligjenca artificiale. Që na e nim si muhabet, edhe përdorim për hajgare, për humor, shumë bëjmë humor na me ChatGPT në vesin muhabete ndryshme. Mirë po, kjo është përdorim individual i dikujt, po shtetet e përdorin domethënë maksimalisht, sidomos në luftat e fundit, është përdor nga forcat okupatore sioniste domethënë në Palestinë me të madhe
inteligjencë artificiale në përcaktimin e caqeve njerëzore në terren. Sidoqoftë, këto janë informata detaje që ndoshta ju i lexoni edhe nëpër gazeta dhe ndëgjoni nëpër lajme. Ajo që dësha me thonë me këtë është se sot nuk mundet askush me pretendu se është forca më e madhe ushtarake në botë. Se një shtet i vogël me prodhim, do të thotë prodhim, si me thonë, prodhim artizanator, mundet me rezistu faktisht një ushtri shumë të madhe. Edhe me shkaktu dame shumë të mëdha. Kjo është këtë janë studime, analizat të shumë qendrave analitike ushtarake në botë. Një pjesë për ty ne kemi përkthy dhe kemi publikuar te koha islame, edhe një pjesë e madhe që kemi lexuar dhe se kemi përkthy, po tregon se performancat dallojnë dhe ndryshojnë. Edhe kjo vjen pastaj neve për me na bind, e këtu dosha me dalë, nëse kjo ishte hyrje për me bot qartë, se shpesh herë na unë për vete, po edhe xhamati shumë më shumë, kur va kemi lexuar ajetin kuranor, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idhnillah, sa grupet të vogla i kanë fituar grupet e mëdha me lejen e Allahut, shumë kush i peleve ka dyshu. Ka pas, ozot, këtë në rregull, ama lufta tjera matematika ka. Kështu kemi thonë. Që me dalë me shembuj konkret në terren se valla, jo s'po del çashtu si mendoj njerëzit, po bashkë ka thonë Allahu po del. Se kisha e sa grupet vogla kanë fitu grupet e mëdha me lejen e Allahut. Tash në aspekt material, përpara e sqarojshim në aspekt imanor. Tash po del se imani po se po, ajo ideologjia ushtarake, akide ushtarake, tani kemi edhe këto ndryshimet e performansave të zhvillimit ushtarak, edhe ballafaqimit ushtarak me shteteve. Edhe po ndodhi që asnjë analizë ushtarake s'mundet me paramendu me atë logjikën e vjetër, tash duhet me rishiku përzytja dhe me i analizu. Edhe tjetra, pretendimi i lumturisë. Shumë perëndimi i cili e ka demokracinë idhull që adhuron, mendon se arritura më e madhe e njerëzimit është demokracia. Dhe sistem politik më të mirë në botë ka pas pita Ademi alayhisalam deri më sot. Dhe se ky sistem politik i ka ofruar njeriu atë që s'ka mujt me afru kurkush. Kjo është pretendimi i tyre. Kjo është deklarata e tyre. Realitetet janë krejtësisht ndryshe. Përqindja më e lartë e vetvrasjeve është atje. Do thotë njerëz pas tre sa ka në Amerikë ku mbotë s'ka. Edhe është zyrtarisht, domethënë është klasë, është grumull njerëzve që quhen të pastre, homeland sa mëse e kuptoj anglisht domethënë. Edhe është fenomen i dukur ajo. Për shkak të na që jemi shtete të varfuna nuk ka njerëz pastre, s'mund me pas. Se mlidhet këtë mallë apo një shtëpi dikujt që s'ka shtëpi. Ama se lën pa shtëpi. Atje ki domethënë me miliona njerëz. Edhe andaj këtë pretendime se ato i ofrojnë lumturi demantohen të gjitha format. Ata japin veç një send, edhe kjo është e qëllim. Ata tentojnë njeriut veç me i dhonë dëfrim, argëtim dhe kënaqësi fizike. Po, kjo është e vërtet. Kush don me kënaq epshin e tij, shkon në Las Vegas. Lun kamar, e harxhon këtë parën, çmendet, pastaj konsumon drogën, pastaj i ka ato shtëpitë publike, po, materialisht i japin mundësi mu shfry, mu dëfry, margëtu, ama jo mi bot lumtur, kur del për këtë asaj amullije ku ka hinë, për të, ruleti ati, deri tek gjuna i fundi që ka bo, a i mas asaj, o shkon bën vetë vrasje, o shkon spital psikiatrik, se si jetë ati i zgjidhje tretë. Edhe këtë që ata e pretendojnë realisht, nuk ka të bëmë realitet, po i ofrohet kënaqësi materiale, mirë po jo lumturi shpirtërore. Këtë situata, do të neve muslimanëve nëse analizojmë mirë, duhet me na bo krenar me islamin e para, edhe dyta me na bo neve të guximshëm në ofrimin e ofertës e islamit dhe do të luftës pa kompromis kundër kësaj ideologjie e cila nuk mundet me garantu lumturi, mirëqenie dhe zhvillim
edhe shpirtnor, edhe fizik, edhe ekonomik njerëzve, sepse parimet e atij sistemi politik janë gabume. Se janë prodhim njerëzor, e çdo prodhim njerëzor, ju e dini për shembull, për me kuptu çka do të thonë prodhimi njerëzor, janë aplikacionet, përpara kanë qenë sistemet operative, programet kompjuterike. Çdo sistem operativ i ka disa faza, derisa del në treg. Po faza e parafundit është beta opcioni. Do të opcioni para se me dalë në treg. Pse e ofrojnë beta versionin? Se i ka mangësitë edhe e shojnë treg e njerëzit të e përdor, i gjejnë mangësitë edhe informojnë prodhuesin atij softveri ose atij aplikacioni se i ka këto mangësi plotësone. Masi del versioni kryesor në treg edhe përhapet, përsëri prej ankesave që vijnë nga konsumatorët edhe ekspertëve që kanë prodhu, vjen versioni 2.1, vjen versioni 2.2, vjen versioni 3, vjen versioni 3.11, vjen versioni 5. Pse? Se ka nevojë për updatime. Se nuk ka i pilot, ka mangësi, s'ka mujt mi para po këtë zhvillimet e të ardhmes. Sepse ai aplikacion ka me kooperu me shumë aplikacione tjera, e kis mundet mi para po ata prodhues e aplikacioneve, programues, se si kanë mi zhvillu programet e veta, dhe në momentin që ki zhvillon, se cili zhvillon, e në fund ata duhet me u përputh njëra me tjetrin edhe bëjnë updatime dhe upgradeime për me vazhdu me qenë përshtatshme dhe funksionale. Sikur se kjo botë e kompjuteristikës, domethënë është e njëjta puna e sistemeve politike dhe filozofike në botë. Përdesë janë prodhime njerëzore, ato kanë nevojë për me u updateu vazhdimisht. Dhe asë njerëz kanë më arrit me qenë plota. Edhe andaj në kësi situatë i themi, po pse lodheni? Kush ju ka angazhu juve me këtë? Kush ju ka dhonë këtë detyrë? Na e kemi një Zot që është i gjithdijshëm, që është i gjithmëshirshëm, edhe në bazë diturisë të tij absolute dhe mëshirës madhe që kanë të njerëzimit, neve na ka dhënë një sheriat që prej ditës që ka zbrit deri më sot asnjë nën si ka ndryshu hiç. Asnjë shkronjë bilë s'ka ndryshu. Prej ditës që është shpallë dhe ka përfundu shpallja deri ditën e sotit s'ka ndryshu kur gjë. Ka pas tentativa, ka pas sulme, ka pas organizime për ta demantu dhe për ta demontu. Sheriatin islam mirë pa i ka rezistu dhe ka mbet bile shumë prej saj është vjedh për jo muslimanëve dhe kanë inkorporuar në kushtetutat e tyre, pa e përmend, mirë pa asnjëherë me ndryshu. Edhe andaj unë si musliman i tham këtë botës, s'keni nevojë mu lodhju shumë. As akademi i shkencës, as filozof të botës, as shkencëtar ndryshëm, ekspert të kushtetutave të ligjeve, s'keni nevojë me angazhue, e kemi sheriatin e Allahut, i cili është produkt i atij që është el-alimul khabir, i gjithdijshëm dhe hollësisht i informuar për çdo gjë, është el-latiful khabir, gjithashtu për emrave të bukur të Allahut xhelal që hollësisht me gjitha imsirat i din Allahu xhelal informatat, edhe është ar-Rahman ar-Rahim, i cili është i mëshirshëm dhe gjithmëshirshëm, dhe na ka dhënë këtë sheriat të plot, pa mangësinë të, ja ka ofruar njerëzimit që kush e merr, ai ka me qenë i lumtur sigurisht. Faman tabi'a hudaye fala yadhillu wala yashqa, ai që ndjek udhëzimin tim, ai nuk lajthit e as nuk vun. Edhe andaj musliman vetë se me qenë defanzive dhe më mbrojt, realisht ata duhet jo me bo ofanziv, po me i ofru e njerëzve, hajde ktheuni te sheriati Allahu dhu xhelal, se aty e keni ma mirë edhe aty keni me kalu ma smirti që është e mundshme. Andaj me këtë temë përfundojnë temat e ajeteve kuranore si kurse i përmendëm, 124, 141, po do i përmendim edhe dy ajete tjera surës Bekare, temat që pastaj kur flasim për ajetet një nga një, ti përmendim vetëm ajetet pa i kalu domethënë temat. Në ajetin 258, Allahu dhu xhelal njëjtë në surën Bekare flet për ballafaqimin e Ibrahimit alayhis salam me mbretin perandorin zullumqar në kohën e tij. E perandorët na e përmendëm në një prej dersave të kaluara, zakonisht për me ja imponue pushtetin shoqërisë, shpesh herë
e kanë përdor një hile. Edhe sot shumica e pushtetarëve përdorin shumë hile, domethënë mashtrime. Edhe fatkeqësisht njerëzit e pa pjekur intelektualisht i hanë ato mashtrime dhe binden se janë të vërteta. Ky perandor që ka ekzistuar në kohën e Ibrahimit alayhis ka pretenduar se është Zot, ka fuqi të jashtëzakonshme, të mbi natyrshme, edhe ka pretenduar se është Zot. Ibrahimi alayhis salam debatin me të i ka thonë ti s'mundesh me kon Zot. Pse? Po ka thonë Zoti jam është ai që jep jetë edhe merr jetë. Allahu dhu xhelal është alladhi yuhyi wa yumit. Ai që jep jetë dhe merr jetë. Po edhe ki ka thonë po edhe unë e bëj jetën. I ka marrë dy të burgosën. Njërin e ka liru, tjetrin e ka myt. Kanë çe. Edhe unë këtij dhash jetë, këtë myt. Kjo nuk është e vërtetë. Se ti si dha jetë askujt, as e morë jetën askujt, po thjesht ti e tregove zullumin tënd. Mirë po, shife çka është interesant, masa, pra në Islami, shif në vllazni, Islami lufton njeriu me bë krenar. Edhe me bë mendje ndritur, mendje hapur. Edhe me bë të guximshëm, me bë trim. Gabimi më i madh i muslimanëve umetit islam sot në shekullin 15 është se umeti islam një pjesë e madhe e tij janë bërë si pulat. Gajnë kryesor një jetë që e kanë. Një kokër kallamosh me hongër. Me hongër me pi, edhe qef me bo. Umeti islam fatkeqësisht na çto shemi. Gajla më e madhe e ditës është ku kena me hongër, ku kena me pi. Ku kena me shetit. Na ket xhamat hoxhallar pa përjashtime. Domthon gajla më e madhe është pushimin veror ku ka me kalu. Allah. Allah të ka kriju për qëllime më të mëdha, kjo është shko ku dush, s'prish punë, ama mos e bën çështje, mos e bën tem. Mos mendo se ke bën diçka të madhe pse ke shku X vend apo Y vend. Flas kjo është trend edhe ke të bin ke trend, ama kjo nuk është si ka i e muslimanit, se muslimani ka qëllime më të mëdha në jetë. Dy janë ato që kemi përmendur vazhdimisht dhe i përsërisim. E para është adhurimi i Allahut, e dyta është kontributi për zhvillimin e jetës këtë tokë. S'ki vakti më marrë me muhabete të kota, gjithë natën, njëtët muhabete përsëritën të rinia jo. Se s'ka lexim të ri, s'ka analizë të re, s'ka konstatime të reja, dhe të blujmë njëtin mill vazhdimisht, se s'ki gru të rej, s'ki dritë në të reja, edhe blujmë njëtën gjo. Bluj, s'del kur gjo ma tepër, bile shko të u paksua jo. Edhe umeti islam sot fatkeqësisht është mos i pulat. Galin kryesore ka kokrën e misrit me gjetë me hongër edhe mendon se u kry këtë puna. Pra themi na umeti islam duhet me kon mendje ndritur, mendje hapur, intelektualisht i pjekun edhe i guximshëm. Mos me leju dikush mutall me mendjen e tij, me ndjenjat e tij. E perandorët, pushtetarët zullumqtar u japin njerëzve tazhi me hongër dhe me pi, u ofrojnë kushtet e frimi dhe argëtimi, e pastaj ma urikum illa ma ara, wala ahdikum illa sabila ar-rashad. Keni me menduat që thamune, opinioni publik e prodhoj une me njerëz të mi që i kam. Ata shkruajnë, ata dalin në emisione, ata flasin edhe prodhojnë opinionin publik. Ta ndodhin tekstualisht, që shtu si po thamune në botë edhe të na, Kosovë, Shqipërinë, Maqedoni, dalin 20-30 veta, folin i temë, edhe aje folin kandin e vetë, pinë kandin, ama njëtën qëllim me kanë, edhe prodhohet mendimi publik, se islami politik është rrezik për botën. E keni po, kjo është orkestrume. Këtë islami është fe e mirë, s'ka problem, musliman në të mirë, ama islami politik është rrezik. Pse se temë me islamin politik, ata e nënkuptojnë edhe hetojnë se i rrezikohet karika ati, pushteti, ndikimi, vjedhja, manipulimi, mashtrimi. Se këtë thëjnë na, musliman nuk i dojna, po me met musliman vë në xhami super janë. Se me i vra këtë se një vranë, me i zhdu këtë se një zhdukim, se janë do regula, janë do ligje, ka gjykata ndërkombëtare për krimen dhe njerëzimit, se një bëjmë një mytë, një shkatru këtë, se ne bëjmë një Auschwitz 3,
edhe pse cionistët e bërën nga Gaza, gazën e bërën në Auschwitz, edhe bota kur që si boni. I përkraj kemi u qeke armatim. Ama në vende tjera s'mujnë mi vra me i zhduk, atëre qka, ani, letë ketë musliman, se ne jemi demokraci, kemi ka drejt për gjithë, ama musliman mos përzihen në punët e tona, punët e mdoja. Atë janë për ne. Musliman mujnë me punu për neve, mujnë me na shërby neve, mujnë me na i pastru shpijat neve, mujnë me na regullu oboret neve, mujnë me na ndërtu shpijat neve, ama jo me na qeveris neve. Jo ata me pas në dorë bugjetin e shteteve tona. Jo ata me udhequ shtetet tona. Ata i udheqim na. A ju tjertë, sa e një shërbimin ton, jeni të mirë. Momentin që na rrezikoni me na e marë po shtetin, s'ka më shirë për juve. Kështu është realiteti. Ani pse ata në përmes analistave, gazetarëve, opinionistave, emisioneve, universiteteve, biznesmenve, showbizit, mundohen dhe më thonë këtë të punë me i ngjyros në atë formë që mos merret vesh. Mirë po njeri pak që është i mençëm dhe pak që shikon punët me sy kritik e shef këtë situatë. E tani, edhe ky perandori, në kohën e Ibrahimit a.s. e kishte dominu masën me çësi situata. Edhe kur theke unë ka duhe, kuj duja pjetën dhe kuj duja marr jetën, i besoj ke masës e vërtet është. Dhe do të pretendimi i Ibrahimit a.s. se veç Allah është ai që e pjetë dhe mërjet, ranë në ujë. Sa ai është perandor, edhe ai ka argumentin më të fortë, sa ai ka pushtetin. Shife, edhe njerë për thëmë, perandori e ka argumentin më të fortë në dorë se ka pushtetin, vlen përballë kujt, vetëm përballë frikacakëve. Vetëm përballë njerëzve që janë si pulat, që galin kryesore kanë veç me hangër, kokra, kallamoqë. Ama përballë një njeriu të krenar, një njeriu që ka identitet, një njeriu që ka qëllim, një njeriu që ka një qartësi në objektivat e veta, ka një metodologji të qartë, nga cilën ka me ndjekë për me arrit qëllimet e veta, që ka guximin, që ka trimnin, që ka sakrificën, që ka shpërblimin e madh për Allahu xhais, nuk nalet me mballafaqim. Do çka thua ti? Do ti ngjall dhe i vdes? Aha, tamam. Atër Ibrahim a.s. tha, që këtë deal, lind në lindje dhe përëndon në përëndim. Ndore ati kohëja. Bën e dale nga përëndimi e të përëndoj në lindje. Mas i jeti përëndor zët, urna. Me gjithse edhe argumenti por nuk qëndrojke, po tash të së mund është me amush menën masës që i dorë trokit se cilit politikanë mashtruste dhe rënaves për ditë që delë në elektorate. Së më është me thonë që filoni është rënaves, se ai që ati rënavesit në gjdo fushat zgjedhore i ka dorë trokit. Edhe nuk beson më ty, i beson Renës që u ka imponu ati i vazhdimisht 25 vjetë, 30 vjetë. Edhe kjo masë e cila ishte nështru me kashi perandorit, Nemrudit, e besoj me gjithsesi është argumenti me te. E tash Ibrahim a.s. normalisht pejgamberi i Allahut edhe përdor logjikën e shëndoshë dhe ka gjaktësi, nuk nxefet para një situate, domethënë të që thuhet pretendimit edhe inskenimit të argumentit, prodhim momental të një argumenti që s'qëndron. Nuk unan në atë pikë me thonë që ti s'osh kjo argument e atë e këtë, tha tamam, për e zomë se ti një me njojme. Tha hajde, tha Allahu e sjell dillin nga lindja, ti sjell nga perëndimi. Fe buhit e ledhi kefer, mbeti isha shtrisur, a i mbret gënjeshtar e qafir. Edhe kjo ballafaqim që ishte mes Ibrahimit dhe Nemrudit, dhe kjo debat që ndodhi, është esenca e debateve të shumta shkencore mbi imanin dhe kufrin dhe mbi mënyrën e artikulimit të argumentit imanor dhe nevojën për përdorimin e shkencës në sjelljen e argumenteve bindse karshi jo besimtarëve. Shumë ka debat lidhe me këtë bisedë që kishte Ibrahim a.s. dhe Nemrudi, por ajo që neve na intereson këtë rast
është se muslimani duhet me qenë intelektualisht i ngritun, që ta ketë argumentin me vete, ta kupton logjikën e kundërshtarit, të përdorë metodologji shkencore, domethënë strikte, dhe ti kupton lojat e kundërshtarit dhe të mos lejon të bie në graskat e tyre. Andaj në debat me kandokoft, me qafir, me ateist, me mushrik, me idhujtar, me bidatxhi, me filozof, me çfarë dush njeri, mos hen nëse ti si e përgatitur. Se bëhet fitnë për ty dhe për të tjerët. Ama nëse i përgatitur, hiç mos e ke gale, mbështet ju Allahut me bismillah hyn edhe e demonton. Jo e demonton, po e cop e bën. Siç ndodhi këtë debat mes Ibrahimit alayhis salam dhe Nemrudit. Kjo është ajeti 258, domethënë flet për këtë temë, dhe ajeti 260, pastaj e tregon një bisedë që kishte Ibrahim me Zotin e vet. Subhanallah, leximi i Kuranit, që edhe këtu kemi mangësi fatkeqësisht, shumë pak na lexojmë Kuranin. Na Kur'an se lexojmë as për sevape, as për meditim e reflektim. Kjo është mangësia më e madhe, as lexojmë kur gjë. Po hajde të lexojmë libra, por barëm Kur'anin lexoje. Baro kënaqë tu lexu Kur'an. Edhe për fitu sevape, po edhe për të reflektuar. Edhe ua kanë treguar në fillim kur e kanë përzgjedh këtë serial derse rrëfimit koranore, arsyeja më e madhe edhe kryesore që kanë përzgjedh ka qenë kjo, që barëm të jetojmë me Kur'an. Ato ditë, ato minuta që i kalojmë të jenë barëm në korelacion me Kur'anin. Se vetë ku me ditë a i lexojmë, vetë ku me ditë a i analizojmë, a i zbërthejmë, a reflektojmë, e kështu bashkë të i lexue, edhe kemi hapësirë meditimi, reflektimi edhe zbërthimi, po edhe e marrim bereqetin e ajeteve kuranore. E tash në surën Bakara ajeti 260 tregon për Ibrahimin alayhis salam dhe bisedën që kishte me Zotin e vet. Tregon e sjell shembullin e një njeriu që dyshon madhninë e Zotit dhe fuqinë e tij. Edhe fatkeqësisht kësaj lloj njerëzish kemi plot në mesin ton që janë familjeve tona, por u mungon imani i vërtet. Po nga friga që kanë, nuk kallëzojnë, nuk e qesin shesh. E këtu Ibrahimi alayhis salam mundot mi tregu se Allahu është krijuesi i vërtet, dhe sado që ki dyshime ti, nëse nalësh edhe seriozisht i analizon ato dyshime, ato të gjitha demantohen edhe ngelet besimi i fuqishëm në mendjen dhe zemrën e besimtarit. Kërkoi Ibrahimi alayhis salam nga Zoti i vet en yurihu kayfa yuhyi al-mauta. Ta shef se si i ringjall të vdekur. I paraqet dilemat që shumë kushtit i shkojnë men. Pe atëherë, para 10.000 vetëve, Allah disa vjetë ka qenë Ibrahim alayhis salam. E deri sot. Njerëzit që kanë boshllëqen imanin e vetë, shkon shejtani edhe bën strofull. E ku ta bëjë strofull e vetë e imani jotë shejtani, ta i boshllëku, shkon thirr edhe shejtana tjerë, edhe rrit strofullën, edhe shtohet dyshimi. Edhe nëse ka qenë 80% zonë e besimit e 20% boshe, a shkon të erit e bën 30 me 70, e bën 40 me 60, e bën 50 me 50. E kutosh 50 me 50, veçmo ka fillu me të hub stabiliteti i imanit. Me kalimin e kohës fillon bëhet 60-40 në favor të kufrit. 70-30 në favor të kufrit. 80-20 në favor të kufrit. 90-10 në favor të kufrit. Dhe sa bëhet 100% në favor të kufrit. Edhe bëhet njeri qafir. Mortet. Edhe andaj imani është dhurata ma e madhe që na ka dhënë Allahu xhala dhe duhet na me rujt. Jo si sytë e ballit që themi na. Se sytë e ballit nuk janë më shtrenjta se imani jonë. Po na imanin ton duhet me rujt më shtrenjtë se çdo sen, më shumë se çdo sen në jetë që e kemi. Se dhurata më e madhe që Allahu ja ka dhënë njeriu është imani i tij. Pastaj është shëndeti i tij. Dhe për këtë shkak na nuk kemi të vetëdijshëm o vllazni se sa na ka beku Allahu që na ka sjell për familjeve muslimane, edhe na ka sjell në një kohë që elhamdulillah hoxhallarët kanë punu, edhe xhamati është udhëzu,
edhe është në trend pozitiv me qenë fetar, po flasë për Shkup. Po edhe në përgjithësi në vendet tona është elhamdulillah pozitivisht trendi. E kjo është dhurat shumë e madhe me nisë që tash, e deri sa me thonë elhamdulillah panal është pak. Është pak. Mirë po na edhe unë si hoqë, edhe ju si xhamat fatkeqësisht shpesh ere habitemi në jetesën tonë këtë dhunti dhe këtë mirësi, edhe na duket se s'kemi nevojë kërkujt me ju falendru. Ose s'kemi nevojë me kujdes shumë për këtë dhunti, se s'ka Islami është e ne elhamdulillah histori. Islami të ne ka rronjë. Dikush po martohet, o thasni. Para helikopter, inshallah, ati me qatë martu. E këti me beqaru, Allah, inshallah, kismetet hajrit u jep, i rahaton, edhe ata gëzohen, inshallah, pëtën e ku gëzohen. Normal pak e din, njerëzit kur gëzohen e upin kontrolën edhe me bo pun pa ish me s'ka gajle, janë të amnestum, të arsjetum. E tani, njerëzit duhet me u falendru Allahu Dhul Xhelal për këto dhunti që i kemi. Se me të vërtet, në Shkup në veçanti, kemi atë shumë dhunti, sidomos dhuntin e Islamit, e udhëzimit, e xhamijave, e hoxhallarëve, që rall kush i ka. E duhet na me falendru Allahun dhe me shfrytzu këto të mira, për me rrit imanin ton dhe me e siguru dhe stabilizu ata. E tash, Ibrahim a.s. i tha, erini kejfe tuhil mauta. Më trego si i ngjall dekurit. Jo pse Ibrahim a.s. dyshonte në fuqinë Allahu Dhul Xhelal. Po ta bind atë pjesë që kishte dyshime në kohën e tij dhe të gjithë ata që vinë mas. Se Allahu është i gjithë fuqishëm. Edhe kur don me bo një gjë s'ka kush e nal. Edhe ajo bon gjithsesi me një fjalë. Me kun fejekun. Bon, edhe ajo bëhet. Andaj i tha Allahu Dhul Xhelal, masi ti e ke këtë kërkesë, unë të hap këtë mundësi. Meri 4 zogjë, edhe ndaj ata copa, edhe ndaj në koda të ndryshme, edhe prit. I mori Ibrahim a.s. ato zogjët, 4 zogjë, i ndau në copa, i preu, edhe i ndau në koda të ndryshme. Masi e kreu këtë procedur, i thiri ato zogjët. Dhe gjithë ato, si ishin copa ndam, u bashkun, u bojnë zogjë përsëri dhe i ardhen ati. E i tha Allahu Dhul tani, tha liyatma inna qalbi. Tha o Zot, tha nuk e bona nga dyshimi që kesha të ti, po thjesht që qetësohet zemra ime, qetësohet zemra e secilit që mundet me dyshu në madhninë Allahu Dhul Xhelal dhe fuqinë e tij. Dhe normalisht të ishin ajetet në surën Bakara që flasin për disa stacionet ballafaqimit të Ibrahimit a.s. me popullin e vet dhe me pushtetin asaj kohe. Dhe ky tregim në këto ajete kuranore për të cilat na do flasim pastaj edhe ajet për ajeti dhe porosit që dalin për këtyre ajeteve, na japin një pasqyrë të vogël të asaj që ka ndodhur kohën e Ibrahimit a.s. Edhe na normalisht Kurani nuk është libër i historisë, nuk i përmend imësirat historike, po përmend ndodhi që janë bazike dhe më të rëndësishme në atë ballafaqim që kishte Ibrahim a.s. me popullin e vet, edhe jo besimtar idhujtar dhe me pushtetin asaj kohe. Dhe ajo që e nxjerrim si përfundim dhe rezume e krejt kësaj janë disa gjëra. E para, që besimi i besimtarëve duhet me qenë i paluhatshëm. O je besimtar i vërtet, edhe i paluhatshëm besimin tanë, ose përndryshe çdo hamensim
e çdo dyshim edhe dilem ja qel një kapigjik që themi na një derë të vogël shejtanit dhe hyn te zemra jote dhe shkon të e gjënu venin derisa Zoti mos e boft e na ruaj dinë imonin, ta zhdu këtë imonin. Edhe andaj kujdes. E dyta ishte inteligjenca që kishte Ibrahim a.s. Edhe me këtë na duhet me kuptu se gjithë musliman duhet me ngrit kapacitetin intelektual të vetin. Duhet me lezu shumë, duhet me analizu shumë, duhet me meditu shumë, edhe duhet me debatu rreth mendimeve të veta me më të diturit se ai për t'i pjek ato dhe për t'i vërtetu ato. Ama duhesh me pas e përsi në ofertën tonë. Gjë që fatkeqësisht i mungon një pjesë të madhe të hoxhallarëve sotit, edhe një pjesë shumë të madhe të xhamatit. Se në mungesë të leximit dhe analizimit nuk mundet me pas e përsi në ofertë. Nuk mundesh me qenë mbindës tek tjerët. Edhe kjo është gjë që kishte Ibrahim a.s. E treta ishte guximi, të cilin guxime ka pas gjithë pejgamberët e Allahut. Që edhe neve si hoxhallar dhe si davexhi dhe si xhamat na duhet me e pas, edhe duhet vazhdimisht me e dëshmu guximin ton. Normalisht kur flas për guximin, është guximi intelektual për me ofru ofertat tona, po është edhe guximi fizik të limnia që mos mutut nga zullumçari apo nga kriminali e me mshef besimin tan ose me mshef qëndrimin tan, ose Zoti mos e boft, po bo sebeb zullumçari që ti mja përshtat dijen tonë ose fen tonë, dëshirave dhe kërkesave të pushtetarit. Fenomene negative që fatkeqësisht shpesh herë ndodhin në vendet tona edhe në botën islame në përgjithësi. Shumë njerëz të ditur, të ngritur akademikisht me titull shkencor, hoxhallar me nam, me emër, nga presioni që va bën pushteti i vendit vet, presioni që va bën, do thot, sistemi politik në ato vende, ata nga paaftësia për të rezistuar dhe për të kundërshtuar zullumin, të kotën, të pavërtetën, jo vetëm që i nështrohen, po fillojnë me arsyetu zullumin zullumçarit, krimin kriminalit, padrejtësinë pushtetarit. Bilem me, jo vetëm me arsyetu, me ashëndru edhe në vepër të mirë, për që ne shpërblehet, se mbroj ka shoqërinë nga devijimet e X-it dhe filonit për njerëzve. Megjithëse se shoqëria është kalb për devijimeve të shumta që ofron filozofia moderne bashkëore, ku ja kanë hap derën e dëfrimit, argëtimit njerëzve, me vërtet edhe me të pavërtet, e këtu i pengojnë domosdoshmë gjithë ata dashamir që mundohen me ngrit fjalën e fesë Zotit edhe me vedësu shoqërinë që me urujt për të gjitha formave dekadente dhe penguese në zhvillimin e tyre fetar dhe që bijnë edhe janë shkak i hidhrimit të Allahut dhe ndëshkimit të tij. Këto janë komponente që na duhet mi pas vazhdimisht parasysh, edhe katërta është kontinuiteti, vazhdimësia. Punët e mëdha nuk bëhen me një hujum. Udhëzimi i një xhamati nuk ndodh me një aktivitet një javor, një mujor ose një vjeçar. E mos flasim për udhëzimin e një popullit. Nëse duam na që të kemi rezultat, na duhet pin start t'ja bëjmë vetes qartë se unë duhet t'i bëj 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet aktivitet e masane të nalem të shoh ku ndikimi jam, ku është kontributi jam, ku është suksesi jam. Ama nëse ti mendon se me një ligjerat, e me një broshur, e me një aktivitet gjysëm fetar, gjysëm sportiv, kemi arrit sukses dhe kemi ndryshu mentalitetin një popullit, ta dish se gabim me kije. Ta dish se jenë vegim, jenë mashtrim. Kjo fe edhe kjo aktivitet kërkon vazhdimësi, kontinuitet.
E gjithë pejgamberët e Allahut e kanë pas këtë veçori. Që nga dita që i ka zgjedhur Allahu me qenë pejgamberët e tij deri në fund të jetës, ata s'janë dalë nga misioni i tyre dhe në fund dikujt Allah i ka dhënë shumë sukses, e dikujt Allahu s'i ka dhënë hiç sukses, hiç. Asnjë njeri s'e ka pas me vete. Flas sukses numerik, se përndush që sukses është vetë qëndrejse e ti në rrugën e Zotit. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yati nabiyyun yawm al-qiyamati wa ma huwa rahtun min an-nas. Ditën e Kiametit vjen një pejgamber dhe me vete ka një grumbull të madh njerëzve, i thartë vet. Wa yati nabiyyun wa ma'ahu rajulun aw rajulan. E vjen një pejgamber tjetër dhe me vete ka një njeri apo dy njerëz. Çaq suksesi i ka qenë. Wa yati nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, dhe vjen pejgamber që s'ka me vetë asnjë. Hiç, kurkush s'ka përgjigj. Edhe përmendon e pak më herët, po du me përsërit që mos më keq kuptuar. Do thonë, nuk është se i pas suksesshëm ka qenë pejgamberi, se vetë qëndresa e tij ka shiket zullumit, e rezistenca, ka shiket presionit dhe tentativave për ta vrarë, për ta mbytë, për ta ndalë, është sukses. Mirë po, ka qenë caktimi i Allahut që mos i përgjigjet atij askush. Po, edhe na, hoxhallarët e ri, edhe davetxhit e ri, edhe gjithë besimtarët që dojnë me pas projekt daveti, duhet me kuptu se jeta është e gjatë, angazhimi duhet me qenë i gjatë, edhe normalisht me pas besim, me pas dituri, me pas angazhim, me sakrificë, edhe me prit një kohë mas punës të madhe, me prit rezultatin e atëherë gjithsesi Allah është i drejtë, inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allahu nuk e humb shpërblimin e bamirësve. E shpëron Allahu mundin e njeriut edhe në dunja dhe në ahiret. Edhe kështu ka ndodhur me gjithë pejgamberët e Allahut dhe me gjithë ulemat edhe davetxhit në botën islame çdo kohë. Në fillim ndoshta ka menduar dikush se është i pasuksesshëm, nuk e arrit qëllimit, po shumë kush i mas vdekjes tij, henes emri i tij u ka rritur ka bëj madh. E ndikimi i tij ka vazhduar edhe shumë sheku i mas deri sot. A kur qeni gjallë, ndoshta se kanë lënë as me fol. Se ka ngu askush ku ka fol. I ka punu. Kalon mas vete gjurmët e veta, librat e veta, dijen e vet, dhe njerëzit pastaj kur i kanë lezu, kur e kanë pa, çfarë thellësie ka pas, enes kanë filluar me përfitu, edhe shekuj me radhë mas vdekjes tij, ala përfitoi. Andaj kontinuiteti, vazhdimësia është shumë i rëndësishëm në matematikën e suksesit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme me pas parasysh se cili hoxh edhe davetxhi dhe mos me unal. Na me këtë ajet e përfundojmë sqarimin tematik të këtyre ajeteve, që inshallah ta ndesë në ardhshëm me filluar me vetë ajetet, leximin e tyre dhe përkthimin e tyre, dhe pastaj me kalimin tek mësimet dhe porositë që dalin për këtyre ajeteve kuranore. Këtu na e përfundojmë dersën e sotit duke lutur Allahun na i bjerë të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të mësime porosi. Allah i madhëshëm na bashkoft në gjendër firdos me gjithë pejgamberët e Allahut, e në veçantë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.